Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së ujorit, uroj të jeni mirë. Si që duket këtu, mikrofonin, ka marrë ca ankesa që nuk po dëgjohem mirë, uroj më të vërtet që mos të më vete mundi kot të dëgjohem në plotni. Të dashur ujor, do bëjmë leximin e juaj. Si që i hodha sy që parë tregon apo letrat flasin për një rrugtim dashurie, një udhëtim emocional që kërkon durim, vlerësim të vetes dhe një zgjedhje midis ndjenjës dhe realitetit praktik. Kalorësi i zemrës, ndryshe quhet kjo letër. Ky është dikush që vjen me ndjenja, me butësi, me premtime të ëmbla dhe sinqeritet, absolutisht. Ai apo ajo do të jap dashuri, por jo domosdoshmërisht stabilitet. Lëviz ngadalë si breshka, si që është mbi breshk këtu, por me një buzëqeshje të qetë. Pyetja është, a është kjo ndjenjë mjaftueshme për ata që dëshiron tani? Apo ke nevojë për më shumë konkretësi, për më shumë përputhje me jetën tënde reale? Shtatë të zileve që quhet ndryshe, apo këmbanave, flet për një vëzhgim, pritje, dyshim dhe fantazi. Është ajo periudhë kur ëndrat janë të bukura, por realiteti duket ndryshe. Kërkon më shumë përkushtim, më shumë qëndrueshmëri dhe je në pikën ku duhet të kuptosh nëse po ushqehesh me shpresë apo me të vërtetën. Rrota e fatit. Në këtë lexim, gjithçka është duke ndryshuar, rrota po kthehet. Nëse deri tani ke qenë në një vend të paqartë, universi po të shtyn të dalësh nga pritja dhe të marrësh vendime që do të ndikojnë në të ardhmen tënde, të dashur jor. Kjo është një thirrje për të zgjedhur veten, për të dalë nga iluzioni i sigurisë emocionale dhe për të parë ku po shkon realisht kjo lidhje ose kjo ndjenjë ose kjo situatë, në çfarë do lloj situate të gjendeni. Kalorësi i lehtive, të quajmë ashtu, se janë lehti aty. Dhe këtu vjen kontrasti nga njëra anë ke ndjenjën kalorësi zemrave, nga ana tjetër praktikën, veprimi i rrënjosjes. Ky kalorës është i përqendruar në realitet, qëndrimi i ftohtë, por i qëndrueshëm. Ai nuk kërkon shumë fjalë të ëmbla, por di si të ndërtoj. Ky letër të pyet, kush është më i përshtatshëm për ty tani? Ai që të jep flutura në bark, apo ai që të jep tokë ku mund të mbështetesh, apo ku mund të mbjellësh. Për ta përmbledhur leximin e juaj të dashur ujor, mesazhi i përgjithshëm për ju është: je në një udhëtim emocional ku zemra po kërkon dashuri, por shpirti po kërkon qetësi dhe përmbushje dhe stabilitet. Je në mes të ndjenjës së bukur, por të ngadalt dhe jo gjithmonë të qëndrueshme, dhe një thirrje për të bërë një zgjedhje më të thellë, më të rrënjosur në realitet. Mos i mohoni ndjenjat të dashur jor, por mos harro të shikosh faktet. Universi po të shtyn të dalësh nga iluzioni, të largohesh nga pritja dhe të kërkosh atë që ti rrit, jo thjesht atë që të rritë, që të bën diçka, që të jep stabilitet, dhe jo atë që të përmbush përkohësisht. Dashuria ndonjëherë na bën të ndihemi të gjallë, nuk është ajo që na bën të jetojmë në paqe. Zgjidh atë që flet me gjuhën e shpirtit, por ec me këmbë në tokë, të dashur ujor.